Është hapur plotësisht për qarkullim segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri në mbikalimin e Rinasit, duke lehtësuar ndjeshëm lëvizjen në një nga akset më të ngarkuara të vendit. Autoritetet bëjnë me dije se në fazat e ardhshme do të vijojë puna për zgjerimin e mëtejshëm të aksit drejt Durrësit, si dhe për disa projekte të tjera të rëndësishme infrastrukturore, përfshirë segmentet e korridorit blu, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier. Ndërkohë në javët në vijim pritet të shpallet dhe fituesi i garës për segmentin Milot-Ballldren, pjesë e planeve për modernizimin e rrjetit rrugor në veri të vendit. Në terren, kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet, i shoqëruar nga ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, ku është diskutuar ecuria e projekteve dhe afatet e përfundimit të tyre. Ndërkohë, është e rëndësishme të theksojmë faktin që këtu është vetëm 2 fazat e para, ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Dhe hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve, është e kontraktuar, është për të demontuar, do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Në aksin aeroport, gjatë viteve në vijim do të ndodhë një kufisim me të dyja krahat, me përsinë e emergjencës dhe me përsinë e avashta të tretën në rend për energji, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryqëzore. Në kryqëzore, por ne vërtetoj devijimin e trafikut në përparësor, pa ndërtuar se kjo është sezoni verior edhe aty gati pas vetëmimin. Po me këto procedojmë me këto të tjera dhe pa e korridorit blu. Po patjetër, ne kemi Kashar-Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimit të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot-Ballldreni është në fazat është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për maksimumi 2 javë diçka tillë, sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse. Ajo, në sidomos gjatë sezonit veror, krijon atë zhbllokimin e gjithë bregdetit adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, të Lezhës, dhe mendoj se jemi drejt fundit.